إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Duke lutur Allahun e lartësuar që edhe ne të jemi pjesë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dashur vëllezër besimtar, një prej ditëve më të rëndësishme të muslimanit gjatë tërë ekzistencës së tij, padyshim që është edhe dita kur del para Zotit xhalla xhala. Dita e gjykimit. Për arsye se aty robi e merr vesh mirë që apo është prej banorëve të xhenetit apo runa Zot prej banorëve të xhehenamit. Dhe kanë ardhur hadithe shumëta, fjalë shumëta të Resulullah sallallahu alaihi wasallam rreth ditës së gjykimit, por një prej haditheve të cilat transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij nga Anas ibn Malik është tejet interesant, ku e çet në pa vlerën e shokëve të Resulullahut, pyetjet e tyre, interesimin e tyre e kështu me radhë. Pra Imam Tirmidhiu transmeton këtë hadith që ne do të shpjegojmë sot nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yawm al-qiyamah. Anas ibn Maliku ka qenë prej shokëve të Resulullahut, i ka bëu hizmet prej moshës 13 vjeçare, disa thotë prej moshës 9 vjeçare e derisa ka arrit moshën 20 vjeçare, ka qenë shërbëtor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë për ditëve i ka thonë: "Ja Rasulullah, a ka mundësi që ti më ndërmjetësue tek Allahu azza wa jall ditën e gjykimit për mua?" Shkon në çfarë interesi ka pas Resulullah, shok të Resulullah. 13 vjet thuj se i ka shërbyer ose më shumë, dhe në fund i ka thonë: "I dërguar i Zotit, a ka mundësi që ti, kur dalmi nesër para Allahut xhalla shanuhu ditën e gjykimit, ti më ndërmjetësu për mua te Zoti xhalla shanuhu me shpëtu nga zjarri i xhehenamit?" Fa qala ana fa'ilun insha Allah. Ka thonë me emrin e Zotit, po, i ka thonë Anas Resulullah. Mi posnalet vetëm me kaq. Dhe i thot: "Fa qultu fa ayna atlubuk?" Ka thonë: "I dërguar i Allahut, e ku me xhetën e ty në ditën e gjykimit?" Shikoj çfarë njeri logjikshëm ka qenë. Ka thonë: "Dita e gjykimit, njerëz shumë, na vetëm sot me shikojmë mbi 8 miliard njerëz që jetojnë mbi tokë. Prej Ademit deri te njeriu i fundit, Allahu e din sa miliardat janë. Krejt zbashku me një vend ditën e gjykimit. Çfarë ka vllaku, çfarë zahmeti? Qysh me xhetën e ty ti një? Qysh me xhetën e ty në këtë kallabllaku i dërguar i Zotit? Ku, cili është ai vend që ti je ditën e gjykimit që unë me të kërku ty?" Pyetje shumë me logjikshme. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Awwala ma tatlubuni ala as-sirat." Ka thonë, gjëja e parë kur të më lëp shmutët, lëpëm te sirati. Lëpëm te ura e siratit. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam qëndron te ura e siratit dhe i përcjell umetin e tij njën ka njën, me kalu urën me shku te xheneti i Zotit xhalla xhelal. Sepse në urë është xhenami. Ka thonë, "Awwala ma tatlubuni ala as-sirat." Ka thonë, te ura e siratit lëpëm sa aty jam. Ka thonë: "Ja Resulullah, fe lam alqaka ala as-sirat." Ka thonë, nëse nuk gjej te sirati, ke shkuti si aty. Ka thonë, si aty? Ku me të lypje dërgon? Fe qal fatlubuni inda al-mizan. Atëra kërkom tek mizani, tek peshorja e veprave. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam aty qëndron dhe e lut Allahun xhalla sha'nuhu për umetin e tij që me ia fal gjunohet, me ia shi gabimet, në mënyrë që kur t'ju maten veprat, me ju mat veprat siç është më smiri, veprat e mira me ardhmëron e veprat e liga me let,
edhe me shpëtu. Dhe njërë, o i dërgumi Allah, ka thonë, fe ilem el kaka indel mizan. Ka thonë edhe në qëfëse edhe të mizani nuk mi me gjithë. Ka thonë, ku me të lypë? Dhe ka alë fatlubën indel haud, atër kërkom të haudi, të keutheri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të kroi cili ju jep besimtarve me dorën e ti uj. Ka thonë, fe inni la ukhtiu hadhihi thalatha al-mawatin. Fe inni la ukhtiu hadhihi thalatha mawatin. Sepse unë ka thonë, nuk muj mos me qëndru të këto tri vene. Në këto tri vene jam, ka thonë, ose të sirati, ose të mizani, ose të haudi. Këto tri vene jam unë. Sa do që t'jenë miliardat e njerëz unë aty, kërkom se aty do të me gjesh. Kjo hadith është madhështor, të dashur vëllezër besimtar. Neve të na jep me kuptu që për me mri gradën e naltë tek Allahu xhalla sha'nuhu, me qenë zbashk me pejgamberët e Zotit, afër tyre, do të me punu shumë në rrugën e tyre. Një njeri që e mrin një gradë në këtë dynja, edhe e mrin një pozit, a thu valë e mrin qatë pozit vetëm se dëshiron vetë, apo me mund edhe me pozit, edhe me sakrific e arrin pozitën. Cilat do të qoftë ajo në dynja? E arrin me pun, me vepra, me sakrific, për më ardhë deri te pozitat të cilën e i takon, dhe pastaj tjerët ja lëshojnë rrugën. E si me arrit për ditën e gjykimit, do të arrit me vepra. E para dashur edhe zbrizdovive që marrë me gradit është vlera e shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Vlera e shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepse ata ju interesu për gjërat më të rëndësishme që ju hyn në jetë. Si me jetu me nder në këtë botë, si me dalë faqebar për kësaj bote, si me fitu xhenetin e Zotit ditën e gjykimit. Ky ka qenë interesi i tyre. Dhe shikoni çfarë pyetje i bën. Shikoni çfarë interesi ka, çfarë mësime neve na jep si musliman. Ku me gjetë në filan venin, ku me të lymë filan venin, ku me të lymë filan venin, e kështu me radhë. Pastaj dashur vëllezër, dita e gjykimit është ditë e rëndë. Sepse Allah subhanahu wa taala thotë: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi", atë ditë ka me ik vëllau prej vllaut, djali prej babës dhe prej nanës dhe anaseltas, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ka me ik njeriu prej gruas së vet dhe prej fëmijëve të vet. Atë ditë li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, atë ditë secili individ ka më interesu për veten e tij. Se intereson askush, në këtë ditë e lehtë, prandaj duhet punë dhe mundi, sepse në ata miliarda dhe miliarda njerëz me lyp Resulullah sallallahu alaihi wasallam, lyp sakrific, lyp me qenë umetit e tij. Prej dobive tjera është mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij. Çdo pejgamber të dashur vëllezër që ka qenë në tokë dhe që kanë qenë mbi 124.000 pejgamber, e ka pas të drejtë me lut, një lutje që ja ka pranuar Allahu për popujt e tyre. Dhe secilit ja ka dhënë. Përveç Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thotë Allahu më tha, po lutesh për umetin tënd në këtë dynja, tash jo o Zot se pe ruaj ditën e gjykimit. Pe ruaj në ditën kur dalë me para teje. Dhe kjo është ajo kur Resulullah qëndron në Sirat, qëndron te mizani, qëndron te haudi, në mënyrë që ta lutë Allahun për umetin e tij. Ta lutë Allahun për umetin e tij. Shtrohet pyetja dashur vëllezër. Si na nje neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Enes ibn Malikun e ka pas shok. Edhe shokun e një edhe bazë të pamjes së tij. Ku me ditë sa mos me e pa një shok, mas 20 vjetë me e taku, ti prapë e nje, nëse e ke dash për hir Zotit. Po si na nje neve Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ne jena ummeti i tij. Çish me na njohë kur se kena pas, na ka taku kur që 1446 vjet ka bëjë hijret, që 1400 kusur vite ka vdek, si na një hajneve se umet. Dashur vëllezër, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a din bazë shkafit e një umetin e tij, bazë gjurme të avdesit, bazë gjurme të sejdës, bazë gjurme të sejdëve në gjunjën, të sejdëve në shplakat e dorës, sepse këto pjesë ku i kanë ra Allahut në sejdë, bojnë dritë në ditën e gjykimit. Asnjë umet tjetër si ka, asnjë popull tjetër si ka. Vetëm umeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Shtrohet pyetja, e çysh me na njoh neve o vllazën kur neve nuk i bim sejdë Allahut? Çysh na nje Resulullah neve kur si falmi pas kohë namaz? Çysh me na njoh neve kur rrallë për mall dikush me rabdes?
Rrallë për madh, merr abdes, sidomos ata që janë jashtë xhamisë. Dhe që i thoi vetë musliman, çish me të njohur ty Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka hadithe që kur shkojnë te haudi te kroji Resulullah për umetit e tij, me lajket i njekin thonë, asnjë jo se sjellni ty umetit Resulullah. Po jo, po na jena kon me musliman, jo, thotë jo. S'keni kuni fat gjurme, kuni fat objektive, kuni fat shajë që aludon që jeni kon umeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Por me qenë një diçka që i ke kry fakultetin e mjekësisë, dëshmia cila, diploma që i ke kry fakultetin. Për me qenë diçka që je udhëhec si diçka, du të me pas dëshmin që je udhëhec, je personel i duhur, je pronari shtëpis, pronari biznesit, e kështu më radhë. Si me dëshmu ne para Allah të zogjel që jena umeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E dëshmojme duke fal namazin, duke marrë abdes, duke dhënë zakatin, duke agjëruar Ramazanin, duke shkuar në haxh për ata që kanë mundësi, duke besu Allah fort me zemër, duke shqiptuar me gjuhë, duke qitë në praktikë në vepra. Kjo është dëshmia më e madhe që pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam neve na njeh ditën e gjykimit dhe i thot me lajkeve, ta janë umeti im, këta do të jenë të shpëtuar me lejen e Zotit xhallashahu, këta do të jenë prej banorëve të xhenetit me lejen e Zotit xhallashahu, dhe kështu me radhë dashur vëllezër besimtar. Ne elusmi Allahun azza wa jall që të jenë prej banorëve të xhenetit, elusmi Allahun xhalla wa ala që të arrijmë shafatin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun xhalla wa ala që ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami, ta bashkojmë në xhenetin e tij me Resulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.